Nuk ka amendamente kushtetuese pa një qëllim të qartë dhe nuk ka kukullat që do t'i gjenin për ta bërë këtë. Kështu tha kryeministri Hristian Mickoski për përfshirjen e bullgarëve në kushtetut. Ai theksoi se qeveria nuk do të pranojë amendamente kushtetuese me kushte që ndikojnë drejt për drejt në identitetin Maqedonas, pa parashikueshmëri të qartë dhe një rezultat përfundimtar të procesit. Po ashtu, duke folur për qëndrimet e Bashkimit Evropian, i cili këmbëngul në përfshirjen e bullgarëve në kushtetut si kusht për përparim, Mickoski theksoi se nuk ka ndërmend të hyjë në një aventurë të tillë, siç e quajti ai, politik me çdo kusht. Nëse ky është kushti i vetëm dhe në gjithçka tjetër ne jemi më të mirët, më vjen keq. Nuk ka bashkëbisedues të mirë këtu, pa u përmbushur detajet e tjera. Procesi nuk mund të vazhdojë pa garanci të qarta për të drejtat e komunitetit Maqedonas në Bullgari, si dhe pa përfundime specifike nga Këshilli Evropian që do të përcaktonin qëllimin përfundimtar. Mickoski bëri edhe një paralele historike, duke theksuar se politika të caktuara në rajon janë pritur me dekada, duke theksuar se Maqedonia është e përgatitur të pres nëse kushtet nuk janë të qarta dhe të drejta. Nuk do të hyjmë në një proces që do të na çojë në një moçal të ri politik, tha ai, duke shtuar se prioritet mbeten reformat dhe përmbushja e detyrimeve ndaj Unionit. Sipas tij, qëllimi është që vendi të mbetet ndër kandidatët kryesor në procesin e integrimit evropian, por pa kompromise që do të rrezikonin pozicionin kombëtar.